Një trend i ri rregullator duket se po shfaqet gjithnjë më shumë, pasi disa shtete po ndërmarrin hapa konkret për të kufizuar aksesin e të miturve në rrjetet sociale. Mbas nismës së Greqisë së fundmi, edhe Çiproja ka sinjalizuar se po përgatit masa të ngjashme. Presidenti Nikos Christodoulidis njoftoi se vendi po synon vendosjen e një kufiri moshe prej 15 vjeç për përdorimin e platformave të rrjeteve sociale. Sipas tij, mbrojtja e fëmijëve në mjedisin online përbën një prioritet të qeverisë, ndërsa rregulloria pritet të hyjë në fuqi gjatë këtij viti, edhe pse detajet mbeten ende të papërcaktuara. Vetëm pak ditë më parë në Greqi, kryeministri Kyriakos Mitsotakis shpalli një politikë të ngjashme e cila parashikon që nga 1 janari 2027 fëmijët nën 15 vjeç të mos kenë akses në platformat e rrjeteve sociale. Qeveria greke argumenton këtë vendim si një masë të domosdoshme për të mbrojtur të rinjt nga varësia digjitale dhe ndikimet negative, të cilat sipas saj lidhen me përdorimin e tepruar të këtyre platformave. Gjithashtu në nivel europian, debati po merr një dimension më të gjerë. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka promovuar zhvillimin e një aplikacioni digjital për verifikimin e moshës, i cili pritet të testohet në disa shtete anëtare, përfshirë edhe Italinë. Sipas saj, mjeti është teknikisht gati dhe synon të mundësoj përdoruesve të provojnë moshën e tyre gjatë aksesit në shërbimet online, duke rritur sigurim për të miturit. Von der Leyen ka theksuar gjithashtu se mbrojtja e fëmijëve në hapësirën digjitale nuk mund të mbetet vetëm përgjegjësi e prindërve, por kërkon angazhim të madh nga platformat teknologjike, të cilat ajo i ka cilësuar si mjedise potencialisht problematike për zhvillimin e shëndetshëm të rinjve. Sipas rregullores së përgjithshme europiane për mbrojtjen e të dhënave, mosha minimale e pëlqimit digjital në Bashkimin Evropian është 16 vjeç. Megjithatë, shtetet anëtare kanë fleksibilitet për ta ulur këtë kufi deri në 13 vjeç. Ndërkohë, edhe Italia po shqyrton masa më të ashpra për kufizimin e aksesit në rrjetet sociale, në një klim të rritur shqetësimi publik, mbas disa ngjarjeve të fundit dhe vendimeve gjyqësore ndërkombëtare, të cilat kanë ngritur pikpyetje mbi ndikimin e platformave në shëndetin mendor të miturve. Në këtë kontekst, aplikacioni Evropian për verifikimin e moshës shihet si një përpjekje për të vendosur një standard të përbashkët në të gjithë Bashkimin Evropian, duke balancuar mbrojtjen e të rinjve me ruajtjen e privatësisë digjitale. Komisioni Evropian ka theksuar se sistemi është projektuar për të respektuar standardet më të larta të mbrojtjes së të dhënave personale. Debati mbi kufizimin e rrjeteve sociale për të miturit pritet të thellohet edhe më tej, ndërsa Europa po përpiqet të gjejë ekuilibrin mes rrjeteve digjitale dhe mbrojtjes së brezit të ri në një mjedis gjithnjë më kompleks online.